Dita dhe përshëndetjet më të përzemërta ju, demokrate, qytetare të Dibrës në këtë salë, Dibraneve dhe Dibranve kudo që ndodhen sot në këtë rreth, në Shqipëri dhe në botë, një përshëndetje të përzemërt deputetit Xhelal Mziu, kryetarit Partisë Demokratike Jeton Kaloshi, deputetëve të Qarkut, të Dibrës dhe të gjithë ju miqtë e mi. Vi sot tek ju pas një udhëtimi në Zagreb, ku mora pjesë në forumin e Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë, forumi më i rëndësishëm politik i partive politike të qendrës djathtë dhe të djathta në botë, i cili drejtohet apo ka si frymëzues dhe drejtim kryesor Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne, si opozit, misionin tonë në Shqipëri e kemi të vështirë. E kemi të vështirë sepse aty ne ishim nga të paktit përfaqësues të një force politike në një vend në të cilin nuk bëhen zgjedhje, por farsë zgjedhore. Në një vend në të cilin kartelet e drogës bëjnë ligjin dhe vendosin ministrat dhe çdo gjë. Në një vend në të cilin qeveritarët, kryeministri dhe qeveritarët e tij sillen si anëtar të një organizate kriminale, vjedhin ditë e natë pa ndërprerje shqiptarët, i varfrojnë, i mjerojnë, e bëjnë Shqipërinë një vend të pajetueshëm dhe i detyrojnë të largohen nga